shkojnë të nënçmu një vend punës. Për shembull, mi thonë Kosovë dikujna punoj jam pastruse, është nënçmimi më i madh që i bëhet për shembull, a din? Edhe masanena rand. Nëse shkon dikun me kry një punë, për shembull, është një mendje madhësi e atij personi që e ka atë vend punës, për shembull, ku është aty. Edhe mos koncentrimi është që neve për veti verës na ka ndodhur, jemi shku deri në gjykatë në Vushtrri aty dhe kemi pas punë diçka dhe e kemi kërku një person. Edhe na ka thonë të dera është shumë i ngarkun, nuk ka një herë për një herë, për 1-2 orë nuk mundi marrë në rend se është shumë i ngarkun. Edhe sa kemi dalë na, kemi telefonu atë personin që kishim aty punë, edhe ajo po na thotë jam për fat keq, thot paskitar në Kosovë, thot po unë jam thot në aeroport Adem Jashari, thot tu shku për Gjermani, thot për 1-3 ditë. Domethënë, ai personi që na than ka shumë palë, ai as nuk e di a është ai person në punë bile. Po, nuk janë të përgjithshëm, po thua. Nuk janë të përgjithshëm sa adin veç me kry punë kështu. Sa i përket mjekësisë në Kosovë, pak edhe i keni mësu ju pak vetë atje, se për shembull pse me shku dikush i familjes, me rujt antarin e familjes, kurse ata mjekësia aty paguhet për qatë punë. Po jo më zonë, ata nuk vinë gjatë gjithë natës, vjen një herë. Të s'mundesh me lanë prindin apo këndo që e ke? Krejt në rregull është, edhe këtu nështë vjen një herë, ose s'vjen hiç, nëse nuk ki nevojë, nëse nuk e thirr. Mirë po, këtu nuk rrin asnjë person tjetër çfarë do gjendje tash, nuk rrin, domethënë se është përgjegjës ai që është kujdestari natën edhe me shku te pacienti. Mirë po, na i kemi mësu vetë, se duhet me shku me nejt të nonat, të babat, të motrat, të vllau, pa marrë parasysh kush është në spital, edhe ai pse mos me shfrytëzu atë se fat veten, atë komoditet edhe mos me ardh hiç. Edhe kështu që në për spitale ma shumë sheh persona që nuk janë smutë, pacientëve, përcjellsa, domethënë një smuti, sesa pacienta që janë të shtri, nëse 4 vetë janë një dhomë, edhe 4 tjerë që janë përcjellsa, merrni me mend 8 persona me një dhomë. Ajri, plus edhe ka 1, 2, 3 që qyshe kemë në zakon më shku në për vizita. Kështu që i shkon e udhës pak me bosi rregull, mund ndalu vetë prej spitalit, mund ndalu vizita e personave familjar, kurse janë ata që paguhen aty. Kuna nuk i pëlqen, tash Kosova është qaq edhe Gjermania nuk ka qenë gjithmonë qysh është tash, edhe këtu ka fillu pak më dobësu, mirë po në ato vitet, kur na 92-ën kur jemi arë, ka qenë krejt ndryshe, Gjermania tash është krejt ndryshe, çdo vend se është kriza në krejt botën. Mirë po, Demelia është pa hesap tash. E kuptoj. Për shembull, une jam prej një qyteti shumë të madh Kosovës, mirë po jo me martu me një fshat, edhe po marr parasysh unë shoh o bo rejon, mbesot zotit të betohem që para 2 vjete në një televizion këtu DTV, është palë borri më i bukur. Edhe pse nuk jetojmë atje hiç, edhe nuk nalem të punu të gjallnu borrin tonë, se për vete e bojmë. Kurse për rreth aty na i shohim për shembull nuk del me miell një kepse, thot pse me miell thot 50 cent. Po, e vërtet. A din? Këtë hallë ka me donë. Domethënë Demelia në rand parë kur i ki, se nëse sigurisht kur e ke mundësinë, po pra. Nuk ki mundësi, po në fshat e ki mundësinë. E sa në për fshatra nuk kanë kur gjë të miellun, se tu thon pse me blej aty, unë vetë në Vushtrri kur kom pa 5 euro kilogrami spanaqet, unë kom thonë